Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për një ngjarje të ditëve të fundit. Në Mirdit është zhvilluar kuvendi i Veriut me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga të gjitha trevat e Shqipërisë, ku renditën disa kërkesa ndaj qeverisë, por u hodhën edhe akuza për diskriminim të qyteteve të Veriut vendit. E për të folur në lidhje me këtë kuvend, unë kam dy të ftuar në studio, është bashkuar Gjergj Leshaj, aktivist, cili ka ardhur nga Stuttgart i Gjermanisë. Zoti Gjergj, përshëndes, faleminderit që jemi me. Faleminderit për të rizortuar. Gjithashtu kam edhe Nertila Haxhia, aktiviste, juriste në profesion. Nertila, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu, drejt për drejt, do të më bashkohet edhe Genc Paçuku, aktivist në Londër. Zoti Genc, përshëndes, faleminderit që jemi me ne. Dua ta them që jemi tre mirëditor dhe nuk më ndodh shpesh, po nuk rri dot pa e thënë, kështu që është knajsie e veçantë dhe e malsore. Po, me malsor mund të jemi, po tre bashk është pak. Faleminderit që jemi ne, zoti Genc. Zoti Gjergj, nisim së bashku. Pse lindi nevoja për një kuvend të tillë? Sinqerisht jemi një grup miq dhe shokësh, shumica në emigrim. Unë vin nga Gjermania, merrem me artin dhe kulturën si koreograf, dhe nga komunikimet që kemi vazhdimisht, ne jemi qëndrestar, shpesh në greva, protesta, vim, përkrahim, pa pas shumë pikpamje politike, si me thënë, jo të përkrahim për sëna, për dëna, apo zotin Lapaj, apo dikë tjetër, edhe shpesh kemi ardhë dhe kemi një të afër problemeve këtu. Mas zgjedhjeve, menduam që diçka nuk shkon në politikën shqiptare, sepse nuk ka mundësi që të ndodhin gjithë to probleme që ndodhin në shoqërinë shqiptare dhe prapë politika ngelet aty ku ka qenë. Ajo që qeverisë, për shembull, tash 13 vite vazhdoi forcohet për qeverisë dhe 4 vite tjera. U morëm si kuvend i Veriut, arsyeja kryesore ka qenë mungesa absolute e investimeve në Veri, të paktën tash 13 vjet, 14 vjet. Ishte e tmerrshme në Verë, për shembull, që nga Miloti 18 kilometra me kalu Lezhën, që janë një nyje shumë e madhe e Veriut, që u doshin 6 shtator. Ose janë 2 tra në Veri, trau që në Kuks, po trau tjetër këtu. Qeveria që kompozohet tash shumë vite, tash 13 vite, asnjëherë nuk ka përbërë të Veriut një ministër që është nga ato që i serviloset shumë pushtetit dhe ose në kryetar parlamentit sa kohë, po jo njerëz që të morrin pjesë në shtetbërje fare nga Veriu. Ka ana tjetër mungesa theksore, investime në infrastrukturë, spitale, në shkolla, që ne e shohim si shumë të diferencuar, po ta marrim edhe me përqindje, nuk i kalon kur 15% investimet në Veri, megjithëse Veriu është një copë e madhe e tortës buxhetit shtetit, që duke filluar nga kaskadat e hidrocentraleve, duke filluar nga autostrada që siguron mbi 500 milion në vit, duke vazhduar me kromin, bakrin që shitin direkt minerale, duke vazhduar me bregdetin, pra ka një pjesë të madhe të buxhetit shtetit që nuk i rikthehet asgjë. Dhe gjitha këto na bën me menu, sidomos edhe ai problemi që po ndodh në Dibër, që të përbysen 43 fshatra dhe pa u bën një takim me banorët, pa u marrë një vendim absolut se ku do t'i strehojmë, si do t'i strehojmë, si do t'i orientojmë këto njerëz. A ban apo s'ban mi zhduk 43 fshatra, gjitha këto na duket sikur po bëhet një dorë fort diferencë mes jugut dhe Verisë. E keni quajtur diskriminuese, në fakt, Nertila, çfarë prodhoi ky takim në këtë këndvështrim? Pra, si u prit nga pjesëmarrësit, çfarë opinionesh kishit më pas për ta vazhduar më tej? Po, më së pari, çfarë u prit në këtë takim? E rëndësishme është që aty erdhën njerëz që mendojnë të njëjtën gjë, por edhe njerëz të cilët mendojnë edhe gjëra tjera dhe kanë nevojë dhe t'i shprehin diku dhe të realizojnë, po themi, kundërshtitë e tyre të favorshme për realizimin e të drejtave komunitare. Pra, praktikisht
njerëzit erdhën aty për të pritur njëri tjetrin dhe për të biseduar me njëri tjetrin dhe për të konturuar në mënyrë legjitime të një takimi qytetar dhe sigurisht siç duhet vijoj edhe ana ligjore, pra procedura ligjore e regjistrimit të këtij kuvendi. Në fakt, unë kam mbetur, nuk mund të them e surprizuar, po prap jashtë parashikueshmërisë sa i përket fakti që u dhan shumë mendime, të cilat më pas ne vendosëm të mblidheshim si, po themi, iniciator, grupin nismetar, dhe t'i përfshinim në pikat e statutit dhe përçtuar pjesë të kështyllat ku bazohet padyshim ky kuvend, dhe duhet ta cilësoj dhe po e cilësoj këtu përpara gjithë publikut shqiptar. Duhet kemi gjithë parasysh për ata që s'kanë qenë prezent, shoqata në tendencë tani do të mbetet, sepse neve jemi në këtë pikë që kemi legjitimuar, pra jemi një grup me një rregullore të brendshme ligjërisht të forcuar përballë nenit 45 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, përballë neneve të tjera që garantojnë pjesëmarrjen, fjalën e lirë dhe të gjitha këto me radhë. Atëherë, sigurisht që me një akt themelues i cili duhet jetë i frymëzuar nga historia, tradita dhe reagimi për konceptin e demokracisë dhe solidaritetit shoqëror për bashkëpunuar, ne duhet që në këtë rast të jemi të gjithë bashkë për të kundërshtuar çdo formë diskriminimi ndaj veriut dhe komuniteteve nga politika qeveritare. 2, dhe po i citoj eksaktësisht siç i kemi përcaktuar ose paracaktuar në statut, që jemi akoma duke konsultuar, përdorëzim të ngrej zërin kundër shpopullimit dhe shkombëtarizimit, duke mbrojtur të drejtën e jetuar dhe zhvillimin e jetës në trojet tona, të luftohet çdo shfaqje e neokomunizmit dhe çdo tendencë që cënon lirit dhe të drejtat themelore, dhe padyshim të punojmë për bashkimin kombëtar të shqiptarëve si një aspirat legjitime, e lishme, historike dhe e drejtë për të gjithë shqiptarët. Këto janë 4 shtyllat e cilësuara, Do t'i shtjellojmë më hollësisht gjatë bisedës në Ertila, se do t'i shtjellojmë të gjitha me radhë, sigurisht se shumë e rëndësishme. Dakor, po nuk duam që të kemi pastaj një antikushtetueshmëri në nivelin e diellës që thot pastaj u fyva se isha antikushtetuese. Prandaj e kanë edhe juristët. Jo, ne do të flasim sigurisht, prandaj edhe juristja jon këtu për të na shpjeguar edhe nga ana ligjore. Zoti Gens, ju jetoni në Londër, jetoni atje, keni ardhur për të bërë pjesë e kuvendit veriut për të shprehur problematikat, pra ato që ju i keni hasur, çfarë problematikash konkretisht keni hasur ju, se kur flasim me ata që jetojnë jashtë, na duket pak e çuditshme, pra ju jetoni jashtë dhe ku jaset problematikat tona që jetojmë këtu. Atëherë me qenë se unë ju flas nga Londra, ju flas jashtë vendit, më lejoni që para se të filloj të flas për situatën, dua të përshëndes Shqipërinë londineze, përshëndes Shqipërinë etnike, përshëndes gjithë diasporën. Jam shumë i entuziazmuar dhe emocionuar, jo nga intervista se nuk kam qenë raport të flas në televizor, por emocionet më vijnë nga njerëzit që po më shkruajnë dhe po më thrasin çdo ditë dhe po flasin se si shkon kuvendi edhe duhen të mbahen mbështetës së atij kuvendi. Kjo më jep kënaqësi, më jep shpresë, edhe më bën të bindem se unë jam bashkë me bashkëpunëtorët e mi, jemi në rrugën e dur për të shërbyer kombit. Ne jetojmë me të vërtetë jetojmë jashtë shtetit, po kjo nuk na pengon ne as pak që të jemi mirë informuar nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet mediave dhe nëpërmjet njerëzve tanë, por edhe vetë duke vizituar Shqipërinë, jemi të mirë informuar për situatën atje. Situata atje është të rënduar. Ndoshta njerëzit që jetojnë atje nuk e kuptojnë sepse janë mësuar me atë kaos, por ne që vime dhe e shikojmë, e marrim me mend se aty Shqipëria ka vite që bën hapa mbrapa në vend që të bëjë hapa përpara. E thash edhe në një studio tjetër, në një vend në qoftë se Shqipëria është e varfër, ne s'kemi çfarë presim shumë se janë të gjithë të varfër, por diskriminimi i veriut me agjendë politike është një tmerr i vërtet, edhe kjo na imponoi ne që të dimë të organizojmë një diçka, të sensibilizojmë popullin, populli të ngrihet e të kërkojë drejtat e veta. Ka shumë njerëz që thonë se Genci vjen nga Londra, se Gjergji vjen nga Gjermania, nga Stuttgarti, e shumë të tjerë që erdhën nga Greqia, erdhën nga Italia, erdhën nga trevat shqiptare jashtë Shqipërisë, por ne e bam, duke qenë se ne të mjaftueshëm në pritje, por asnjëri nuk e bën këtë punë, të gjithë po nënshtrohen politikët, po nënshtrohen hallit, asnjë nuk e ngrin kryer. Ne vendosëm që të sensibilizojmë, ne vendosëm të japim ndihmën tonë, ne vendosëm të jemi pjesë
ne vendosim që me gjithë se jemi jashtë Shqipërisë edhe jetojmë në kushtet e tjera dhe nuk bazohemi tek ndihma e Shqipërisë për çfarë e kemi ndihmuar vetëm, por ajo Shqipëri për ne, ngelet atë urin, ngelet Shqipëria non, edhe ne kemi detyrime ndaj nënës tonë. Unë kam një nënë biologjike, vjen shoh shpesh, mundohem ta ndihmoj, por dua të ndihmoj edhe nënën Shqipëri, edhe patriotët e mi që ndoshta duan të gjithë të ngrihen, duan të gjithë të flasin, por dikush nga një vend pune, dikush nga një presion në forma të tjera, kanë filluar edhe po heshtin. Në fakt heshtja është faj dhe i ftoj shqiptarët të mos bëhen bashkëfajtor, të mos heshtin, të ngrihen, ose të na ndjekin ne që kemi marrë një nismë, ose i ndjekim edhe ne po që nevoja, pak rëndësi ka kush e merr nismë, rëndësishme është të bashkohemi edhe t'i dalim ballë fateve të vendit që janë në rrezik. Edhe mbi të gjitha, diskriminimi ekonomik, diskriminimi rasor, diskriminimi krajinor, diskriminimi fetar, nuk di që ta them sa shumë diskriminime kanë në Shqipëri. Prandaj të gjithë bashkë jemi të detyruar, besoj se e kemi tepruar me durimin ton, prandaj do t'i themi mjaft. Kur flasim për diskriminim, pra qeveria e ka lënë pas dore veriun, flasim vetëm për qeverinë e fundit, apo edhe qeveritë e mëparshme, pra edhe qeveria Berisha. Pyetje konkrete, a mendoni se kryeministri Rama e urren veriun e Shqipërisë? Unë e kam fjalën. Po, shumë bukur. Ne këtu nuk jemi këtu për të nda politikat, unë flasë përgjithsisht për politikën, edhe ne nuk mund të ecim përpara dot, nëse jemi këtu për të parë historinë. Në kuptimin jo historinë, po kronologjinë e ngjarjeve, investimeve edhe sjelljeve politike. Ne jemi këtu për çfarë po ndodh, edhe çfarë mund të bëjmë që mos ndodh më. Dakor, po kjo ka ndodhur dhe më herët, pra ka ndodhur gjatë këtyre viteve të kësaj qeverie, ka ndodhur dhe nga qeveria Berisha më parë, pra kjo gjë është vënë re ndër vite dhe erdhi pika kur duhet të reagojmë, apo është vënë re tani? A mund të ndodhi unë? Dëgjoj, politika në përgjithësi në Shqipëri, kur flas politika përfshin të gjithë subjektet politike. E qartë. Nuk ka punuar mirë, po flasim në të gjithë kohën që nga fillimi i demokracisë. E qartë. Por qeveria Rama, do me thënë, e ka hedhat pikën e fundit që thonë që fillon e derdhet gota. Sepse në qeverinë Rama nuk ka asnjë ministër nga veriu duke përjashtuar të tjellën që nuk e di më është nga veriu apo ja kanë dhënë pasaportën me naturalizim. Nuk kemi një kryetar parlamenti, nuk kemi presidentin, do me thënë të gjithë njerëzit, atu se Mirdita nuk ka burra dhe gra që janë të anë, që t'jenë pjesë drejtuese e shtetit dhe e qeverisë. Mirdita dhe gjithë veriu, zoti Gjergj, se doni të ndërhynit. Po, me aq sa njofun, se në shumë vite kam qenë kryetari i sindikatave të industrisë së bakrit në Shqipëri, dhe kam njoft mirë dhe Kromin, me që isha në kryesinë e sindikatave shqiptare. Që në atë kohë, edhe me qeverisin e Partisë Demokratike dhe me qeverisin e Partisë Socialiste, nuk është nërhy në asnjë moment që të përkrahen industrit, vertikalet e fuqishme të industrisë së bakrit dhe të Kromit. Mos haro që kur mbyll industria bakrit, qeveria se mbështeti fare rimbursimin në një moment që kosto e bakrit ra poshtë $1.600. Dhe sot që flasim, kosto bakrit është 6 fish. Pra sot do t'ishte bakri një industri me shumë fitim, sepse bakri është një metal, bakri, ari, argjendi, është një metal shumë i kërkum, por qeveria edhe në atë kohë nuk nërhyri. Të njëjtën gjë bërë edhe me industrinë e Kromit. Pra, është investu, ku është investu në veri? Është investu në rrugën e Kombit, me hidrocentralet që i marrin direkt fitimet, por ato hidrocentralet një shumicë e madhe kanë qenë dhe të kalumet, sistemit të kalum, edhe me marrë konkretisht me statistika, edhe në udhëheqjen e Sali Berishës, në veri janë bën 3.000 km rrugë, po në gjithë Shqipërinë janë bën 11.000 km, kështu që pjesa tjetër janë bën jug dhe në tani në cilat fusha konkretisht veriu është lënë pas dorë? Pra Kromi, Bakri, tjetër cilat janë ato fusha që janë edhe fitim prurse, pra siç e thatë edhe në fillim për buxhetin e shtetit, por që janë lënë pas dore nga qeveria? Po veriu me këto shtylla mbahet me Kromin,
me bakrin dhe me turizmin. Të treja këto fusha në fakt nuk janë prek nga investimit e shtetit, në mënyrën absolute. Tash nuk mund të lamë pa përmen edhe investimit në arsim dhe në shëndetësi, që janë shumë të pakta, disa fasada spitalesh, por nuk ka investime konkrete në aparatura, në zgjerim spitalesh, apo një spital të ri si nuk përmenet fare, pra janë shumë shkollat të shi, sepse janë të lidhura këto. Problemi i munges investime është i lidhur me shpopullimin. Pse hik një popull? Një popull hik sepse nuk zgjen asgjë në vendin e vet, nuk krijohet asnjë kush për një jetë të mirë, më të mirë në vendin e vet. Dhe pra niveria 70% e hikjeve që kanë ndodhur. Kështu që aty është është shumë e rëndësishme pjesa diskriminimit, sepse jep fokus gjithë qëllimit të këtij kuvendi. Unë dua të transmetoj edhe një mendim që u dha në fjalët përshëndetëse, mos gaboj ka qenë nga Kuksi, zotëria, çështja e diskriminimit veriut, ku thotë sepse veriu është parë më së shumti vetëm si elektorat dhe nuk është parë si qytetar. Dhe kur e shikon një zonë si elektorat për ta mbajtur një pushtet apo për bërë rotacionet, atëherë ti do përdor çdo lloj arme të mundshme, çdo lloj mjeti të mundshëm që një moment të bësh, le të themi, të ndërtosh kështjellën e madhe dhe pastaj ta prishësh. Dhe diskriminimi kryesor këtu fillon tek një qasje e cila e shet qytetarin veç elektorat. Se në momentin që unë të shoh elektorat ty, në momentin që marrë mandatin... Pra qasja investuese ka munguar gjithmonë në veri? Absolutisht në raport me bashki të tjera, më mirë të flasim me pjesën tjetër administrative të vendit. Po. Unë mundësisht, përveç Blerë të cilën e përshëndesim, sepse kemi dhe ekonomiste në profesion, po të shikosh, i ke statistika zyrtare për mungesën dhe transparencës e investimeve lokale. Në qoftë se, për shembull, përqendrohen më shumë të ndërtimi i rrugëve të cilat janë më afër qendrës dhe jugut të Shqipërisë, pa dashur ta abuzojmë me asnjë lloj qytetari nga Konispoli deri në pikën kudo që ka shqiptar, më mirë të themi kështu, se edhe rrugët e Shqipërisë na lidhin me kombin, me tjera interesa dhe ekonomike që do të jenë përbashkëta. Po shikosh edhe tek investimet për frymë që i kemi, me transparencë në për disa institucione, por pjesërisht të ofruara nga bashkitë përkatëse, të shikosh për shembull Shkodrën, rreth 1260 lek për person bazuar në investimet e planifikuara të 2024-ës. Kjo është skandaloze. Kuksi, flasim për rreth 4.360 deri në 5.860 lek për person në fondet qendrore. Dhe po të shikosh pastaj pak më tek tabelat krahasuese, të bashkive veriore dhe disa bashkive qendrore, po shikosh, Bashkia Shkodër, në raport me numrin e popullsisë, këto investime i ka poshtë total nivelit të bashkive qendrore dhe jugore. Ndërsa, po të shikosh Lezhën, është e ulët, ka një pabarazi të dukshme me Tiranën dhe Durrësin. Dhe këtu pastaj, në qoftë do t'i hynim studimeve më të thella për mungesën e transparencës dhe transparencën e pjetshme, këtu do të kalosh edhe tek Kuksi për ta quar të barabart nivelin e diskriminimit. Pra, jo nivelin specifik të këtyre investimeve ose për frymë, siç e caktuam, por investimet minimale, për shembull, në Kukës, edhe pse popullsia është e vogël, investimi është te skajshëm i vogël. Shikosh Dibrën, në raport me numrin e popullsisë, është poshtë mesatarës kombëtare për frymë. Pra, jo në raport me Lezhën ose në raport me një qytet tjetër të veriut, po në raport me masën kombëtare. Shikosh Mirditën, e ke nivelin e investimeve që nuk i parashikon absolutisht fare kërkesat reale të qytetarëve. Malësia Madhe, investimet për frymë janë të ulta në raport me qendrat urbane dhe Malësia Madhe ka një lloj, domethënë një lloj ngjashmërie në këtë raport të investimeve me Lezhën, pra në nivel të diskriminimit. Tirana, investime ka shumë të larta, shumë më të larta, domethënë për frymë, por në qoftë se kalojmë edhe më tepër tek Durrësi dhe mundohemi t'i bashkojmë pra në konceptin gjeografik, por edhe në raport me transparencën e investimeve, ka një krahasim që deli pa qartë i barazisë rajonale. Pra, edhe vetë Durrësin me Tiranën, një pabarazi rajonale në koncept, sigurisht për të mos u vënë re, diskriminimi total që i ndodh në nivel tepër drastik veriut. Pra, kanë kombinuar edhe transparencën publike në një formë të tillë për të qenë një errësirë totale në një kohë që
gjithë nevoja për frymë është, nuk e di, po më shumë të të hante një peshkë dhe një zog mali, se sa llogaritet minimumi jetik i për frymë në veri i qytetarëve. E qartë, Nerdila, ndalimi pak bashkë tek ana juridike në aspektin ligjor ky kuvend, pra si është organizuar, a ka një kryetar, ka një bord, ligjërisht? Po. Së pari e cilësova dhe në fillim pak që ky është një grupim, le të themi qytetarësh me një vullnet të përbashkët, i cili në një moment caktuar ky vullnet vendosi të legjitimohet. Dhe kalë para ligjshmërisë kemi një legjitimim që vjen si pararëndës ose kemi një pararoj që është pushtetuta Republikës Shqipërisë, çka i jep tashmë dhe efektin ligjor dhe pasojat e mundshme për vijimin. Deri në këto momente ne jemi një grup, dhe më thënë, nismëtar, do të përshëndesim në këto momente dhe ata që kanë patur frymën kryesore Zotin Zevgjonaj, përshëndes dhe kolegët e tjerë me radhë, Klodianin, Samin, Gjergjin, po që e njofë dhe prej viteve, sa që më duke që gjithmonë më zhdukur që është ambasadori i Shqipërisë në Gjermani, Zefi, për shkak të aktiviteteve pa fundë që bën, po së dia ka marrë ftesë një herë nga ambasada Gjermane, më falni, nga ambasada shqiptare Gjermani. Dhe padyshim, vendosem që me qënë se të gjithë jemi të profesioneve të ndryshme, angazhimeve të ndryshme, por qëllimi është një. Dhe pa dyshim që kjo do të shkonte drejt një konturimi ligjor, sepse ti mund të kesh vullnetin, po duhet të kesh edhe mjetet dhe instrumentet ligjore për ta kërkuar të drejtën tënde në mënyrë sa më të konfiguruar. Sa njëhet nga struktura shtetërore, se këtu është e gjitha. Do me thënë sa njëhet nga struktura shtetërore. Po thoni që kuvendi. Deri në këto momente jemi të legjitimuar, pra jemi të mbrojtur me ligj nga kushtetuta e Republikës Shqipërisë, pra nuk ka pse të japim llogari strukturave fare shtetërore për këtë pjesë, sepse neve i referohemi vetëm ligjit dhe po them edhe një herë bazuar mbi kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Por ka një por mbrapa, se të gjithë duhet kemi edhe njohuritë e duhura për të mos u marrë vetëm gjysma fjalës atje nga shumë që duan ta sulmojnë kuvendin për arsye të tjera, militanteske ose të mbajtjes së pushtetit. Apo gjelozive dhe përçarjeve që ka sjellë politika qoftë pozita apo opozita. Po mirë, pra po si jeni regjistruar se tani po gjithë ata që janë të paqartë edhe unë këtu njohim një kuvend është kuvendi i Republikës Shqipërisë. Po them, jeni të regjistruar si organizatë, si shoqëri. Atëherë, kuvendi është i legjitimuar si një grup me mbledhje të nismëtarëve, siç e parashikohet edhe nga legjislacioni kur ndërtohet akti i themelimit për të depozituar në gjykatë. Pra jemi në proces regjistrimit në gjykatë. Por ishte rëndësishme ta theksoja të paren, jo vetëm për transparencë para qytetarëve që është kryesorja kjo, dhe institucioneve pa dyshim, pa çka se nuk ka asnjë kufizim ligjor që regjistrimi të bëhet edhe sot edhe nesër, por ne kemi dashur si grup nismëtar dhe si të edukuar me frymën e demokracisë pjesëmarrëse, të dëgjojmë edhe opinionet e qytetarëve në këtë kuvend legjitim që statutin që kemi gati të mos e depozitojmë në gjykat pa marrë edhe mendimet e shumë njerëzve të tjerë. Dhe kjo i jep një fuqi akoma më të madhe, po themi qoftë edhe ligjore, integritetit të Kuvendit Veriut. E qartë. Kuvendi Veriut, unë e kisha një pyetje në fillim se pse u zgjodh të mbahej në Mirdit zoti Gjergj. Është konsultu disa herë vendi ku do të mbajmë kuvendin dhe me thënë drejtën ishin dy motivet që u lanë Mirdit. Në radhë parë, historikisht, si edhe vendet tjera të Mirdit, të Shqipërisë, Mirdita ka qenë, si me thënë, qendra e kuvendeve të vjetra të Veriut. Por kjo ka qenë gjithë, sepse me marë historikisht nga një kuvend i Veriut që boni Gjergj Kastrioti u hodhën themelet e shtetit shqiptar që u bon lesh. Dhe për arsye gjeografike më shumë, rënë dakord gjithë që me që jemi afër autostradës dhe Mirdita një vend me një histori shumë të moshtme kuvendesh, le ta lëmë Mirdit dhe nuk kemi pas asnjë kontestim në këtë drejtim. Shumë mirë, më bëj qefi. Zoti Genc, folëm shumë në fakt për problematikat, po për t'i shtjelluar më gjërësisht edhe për t'u ndalur edhe më konkretisht. Të gjithë krenohen me rrugën e Arbrit, pra është një investim në infrastrukturë, nga ana tjetër... Jo, me fal, krenohen shti, se jo të gjithë. Jo, të gjithë e kisha fjalën për qeverinë. Edhe unë krenohem se në fakt kur shkoj andej nuk është bukur nuk është rrugë goxha e mirë, kështu që po e kisha fjalën për ata që i kanë investuar, pra për qeverinë. Krenohen me ato investime që kanë bërë, ndërkohë që qytetarët nga ana tjetër ankohen për infrastrukturën. Po, atëherë qeveria ose qeveritar
atë krenohen edhe për aeroportin e Kukësit, e dim se si u ndërtuar, e dim se si fillon fluturimit, edhe e dim pozicionin e aeroportit Kukësit tani. Kjo është një turp kombëtar që vetëm shqiptarët e lejojnë që qeverinë shqiptare nuk qojnë të tërheqin në zvarë nga aty ku është. Të bashkë ka shumë investime për një aeroport që nuk e dim nëse duhet apo nuk duhet aty, edhe në fund ta inaugurosh, edhe në fund për arsye elektorale të bajnë dy fluturime, edhe ato nuk e di nga jashtë apo nga Tirana, edhe pastaj tani ta bajnë për panela diellore. Kjo është, domethënë, nuk e di se si një kryeministër apo sa ministra që janë aty, nëse do kishin ndërgjegje, si do t'i përgjigjeshin popullit për këtë investim të dështuar. Vim te ura Milotit, që mbyllet ura Milotit. Mirë, prit, ndalemi pak te aeroporti Kukësit. Pse mendoni se është lënë ashtu? Pra, është qëllimisht që në fillim kjo ide apo? Unë nuk e di nëse është qëllimisht, por unë e di se aja është një aeroport elektoral, edhe është ka stile vetëm për të marrë vota, sepse ata kanë ditë se aeroport ndoshta nuk bëhet dot funksional. Pra, ai shtet, ajo qeveri është në gjendje të investoje miliona për vota, po jo miliona e miliarda për popullin që vuan. Tani, a kishte nevojë vërtet Kukësi për një aeroport, apo për çfarë kishte nevojë? Mund t'jetë investimi pas Një nevojë më urgjente se sa aeroporti ndoshta. Unë në fakt, unë mendoj që në Kukës ndoshta nuk ishte i domosdoshëm aeroporti, sepse infrastruktura rrugore, se po të kishim rrugë, edhe një nga Vlora mund të fluturonte në Kukës me low cost me bileta të tjera, edhe një nga Mirdita, edhe një nga Puka, edhe një nga Shkodra, edhe nga gjithë rrethet e Shqipërisë, siç ka në përbot në qytetet vogla ka aeroporte, po duke pas parasysh se infrastruktura rrugore për të lidhur Kukësin me qytetet e tjera e me rrethet e tjera të vendit lënë shumë për të dëshiruar. Kemi rrugën e Komit që deri në Rreshën nga Kukësi mund sjellin njerëz, pastaj hyn në një hing deri në Milot, edhe pastaj përtej Milotit në krahun e Tiranës zgjerohet, ndërsa në krahun e Shkodrës si turp kombëtar i qeverisë ngjelet ajo rrugë, ndoshta qysh e kohës Enver Hoxhës, edhe nga Miloti që duhet ishte një rrugë për hanin e Hotit për dogan atje se ka lëvizje të mëdha, sepse shumë shqiptarë që jetojnë në diasporë, që vinë në rrugë tukësore vinë nga ndej, është darë për turp. Duke pas parasysh që pjesa Shëngjinit e Velipojës ata kanë turizëm, edhe aty ka fluks lëvizjesh, edhe ajo rrugë, në atë rrugë nuk është investuar fare, edhe si për tash me i vu atë qërshim mbitor në anën negative, atë qërshim e kalbur, po të hemi në një torë të prishur, ata mbyllën edhe urën e Milotit, që nuk e di me të vërtet a duhet mbyllur në atë kohë apo jo, mund leje për mjetet e vogla transportit, po më bën përshtypje se si ka kjo mundësi që kjo qeveri të gjitha hapat që ka ndërmarrë kundër veriut i ka marrë mund në mes sezonit turistik. Të e prishin në thef, do thonë do vinë 30 milion turista, do të vinë 20 milion turista, po antireklama që ju bën, duke prish vërtesat e thefit, turizmit, në një kohë kur shumë njerëz nga bota kishin prenatuar në bujtinat, kjo është katastrofë. Ata nuk ishin rrezik, ata nuk ishin bombë atomike ose bombë mesaçe, po do të flasin nga momenti në moment. Pra ishte komplet e mundur që të lejohej shtyrja e afatit të shembit atyre. Pastaj, duke qenë se qeveria ka nxjerrë atë paketën e maleve, shumë mirë qeveria mund t'i thotë të gjithë atyre që kanë bën investimet, atë aplikoni për paketën e maleve, se ndoshta dikush nga ata bujtina mund t'i plotësonte kushtet për të pas një bujtin bazuar në paketën e maleve. Por qeveria ndërhyri brutalisht. A thosë bota për një hardhuc ka ndru rrugën, e ata për shqiptarët nuk pyesin fare, e i lanë jashtë. E qartë, mirë, do ta vjojmë bisedën dhe diskutimin edhe për paketën e maleve dhe për 100 fshatra, do t'i diskutojmë gjitha, ne do të kemi një hapësirë shumë shkurtër publicitare, rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio, do të vjojmë bisedën përse i përket kuvendit të Veriut, një takim i zhvilluar në Mirdit. Mirë, do të shkojmë sërish tek zoti Genc, më duket se kishit diçka, ju ngeli diçka pa thënë para publicitetit? Po, më ngeli diçka pa thënë, vetëm shumë pak, mos ja mohojmë punën qeverisë,
mos ta mohojmë punën e qeverisë, edhe qeveria ka pa punët e veta, ka dhënë leje për të ndërtuar hidrocentrale, të cilat pasurohen njerëzit që kanë hidrocentralet, por në fakt banorët e qendrave aty, ata varfërohen, ata detyrohen të largohen nga vendi, sepse flora dhe fauna është në rrezik, lumet thahen edhe bujqësia vdes. Ata njerëz me bujqësi dhe blegtori punojnë, pra qeveria ka dhënë leje vetëm aty ku zhvatet, edhe ekzistojnë edhe disa minjera, por edhe aty zhvatet, ne nuk e dim se çfarë ngjelet për popullin në zonat e veriut nga zhvatja e minjerave, e mineraleve. Pra, të vetmet gjërat që ka bën, ka dhënë ca leje për njerëz që të pasurohen, por populli vazhdon të Po flasim për bulqizën edhe për martaneshin, apo jo? Edhe për munellën, edhe për bulqizën. Çfarë informacionesh ka? Pra, këto janë vende cilat mund të sjellin të ardhur, apo nga kush shfrytëzohen, nga kush menaxhohen? Shiten mineral. Dhe që aty nuk, më fal edhe një sekondë lutem zoti Gjergj, aty faktikisht ne nuk e dim se akoma nuk ka plas bomba, akoma nuk ka plasur, po një bombë që plasi në Ballç në Fier ku është ajo Bankës Petrolum, ata e treguan shumë qartë se si janë investimet private në Shqipëri nga firma të huaja, nga njerëz të ndryshëm që e zhvasin atë vend, nuk paguajnë as i taks, nuk paguajnë asnjë cent për komunitetin, ata vetëm vjedhin. Pra, qeveria ka ndihmuar në investimet vetëm aty ku vjedhet, po asnjëherë në vende që mund t'i shërbeje rajonit, popullit apo ku di si themunet. Edhe kemi një rrugë nga Rasheni që është thonë për Lur, edhe nuk e di sa vjet ka fillu e nuk ka bën, tani kanë ndërguar ca afadroma, athuajse ajo është rrugë ndërkombëtare me mijëra kilometra gjatë, nuk po ecën fare. Kemi dhe popullin e Kashinarit, meqense jam nga Mirdita, që po lufton dhe kundërshton ndërtimin e një hidrocentrali, edhe qeveria nuk ndërhyn fare për të çuar sherrin, për të bën gjyqtarin, për t'u treguar njerëzve se a ban apo s'ban, është i lishëm apo nuk është i lishëm. Si mund të ndërtohet në ato pronë një hidrocentral kur banorët e zonës kategorikisht e kundërshtojnë? A ka rregulla, a ka ligj? A drejton kush aty? A udhëheq kush aty? E qartë. Zoti Gjergj, se duat ndalem pak te kjo pjesa e minjerave, në fakt nuk janë pak, janë disa prej tyre. Kush përfiton? Si minerali i bakrit, është një zonë, është një blok shumë i madh Limonedhës, që ka miliona tonelata mineral të pasur bakrit, që ka shumë vite që mas jam mbyll industria bakrit, aje i tregtohet jashtë në Turqi. E marrin turq, do me thanë, ne nuk na del Leverdia me përpunu aty në uzinat tona, kurse aty ne me marrë nga aty me qunë Turqi 1000 kilometra ju del Leverdia. Pra do t'ishte shumë fitimprurse dhe zhvillim për zonë. Pa diskutim që është fitimprurs. Unë thash në fillim të emisionit që nuk është më ai metali bakrit i pa kërkum me gjitha aljarzhet e veta. Është metali bakrit të shi, se edhe këto telefonat që kemi përpara ne, gjitha kanë përbërje bakri. Pra, ka një kërkes tregu absolute dhe çmimi ka shku 5-6 fish të shi bakrit. Nga që ka qenë atëherë, kër u mbyll $1.600 për ton, që qeveria ngriti durë, s'mund ju rimbursojmë dhe falimentoj ekonominë. Të njëjtë gjë bëhet me kromin, nxirret mineral, qohet, shitet jashtë. As nuk dim çfarë transparente bëhet, si janë bërë këto kontrata, sa fiton shteti shqiptar, sa fiton firma, janë shumë gjëra të errta që bëhen në për këto koncesione që bëhen. Ndërkohë, ju përmendët pak më lart edhe turizmin në veri, zhvillimi i turizmit ngec, kështu thoni. Në vetëm 22 janë nga 100 fshatra turistik që ndodhen në veri, pra projekti 100 fshatrave turistik. Shumica e tyre nuk kanë përfituar nga këto investime bazë. Në fakt, çfarë duhet bëhet më shumë në kuadrin e turizmit për të zhvilluar zonën? Mendoj që veriu, siç edhe pjesë tjera Shqipërisë patjetër, ka shumë resurse si malore, por dhe Bregdedin e ka perfekt për investimet mëdhaja dhe turizmi është ka tërheq shumë njerëzit, edhe se nuk janë bërë investimet, të shi individi ka amunu të investoj, pavarësisht me goditjen që ju dha në kohët e fundit nga qeveria në thetha ne që unë nuk mund rri pa përmend që nuk kam qef të bëj retorik, por që kryeministri një vendi, një vit përpara zgjedhjeve në takim t'ju thotë që thirrni bitë tuaj nga emigrimi, të punojnë këtu
Bilenzorin investitor që tha unë jam të imaj në Gjermani, në Londrë, të po imaj i tha me buk, tha ju qoj lek atje. Edhe ja u legalizoj mas një viti. Janë videot shqip që ju televizorët i dispononi ma mirë se na. Dhe sa po marun zjedhin, aty fillun fadromat. Unë jam dakord që gjanat e palishme të sistemohen, po janë atë formë të dhonshme, sepse mu duk sikur në vitin 26 që ju tur partia punës veriut, s'kanë në gjanë pa bon veriort me batalionet sigurimi. Ashtu mu duk aj agresion. Gjenën rrugë të qytetrura, si mas ligjeve, dhe regulohen të mardhonje sepse ato në fundit i kishin tokat veta, mund të licencoshin dhe njerëzit të punoshin. Mani mos harroni janë në tjetër, se njerëzit kanë marrë kredi në për banka. Si do t'ja bëjnë tash? Pra, qeveria i menon gjitha kur në mardhonjet me një komunitet. Jo vetëm të shemë se kush e di, do vinë do investitor tjerë, shumë atë fuqishëm se morën krejt Valbonën, e morën krejt Thethin, e morën krejt Dibën dhe bëjnë gjanat bukra. Shtu e menojmë ne. E qartë. Nerdila, ne flasim për të gjitha këto problematika, për munges investimi, zhvillimi, por në fakt në kërkesat tuaja ka të parashikuar një plan konkret për mënyrën se si do zhvillohet për ju? Absolutisht, pa qka se këtu në studio, ndosha dhe me Lidi Live, nuk janë të gjithë, po themi, nismetarët të cilët kanë profilet të ndryshme dhe kemi preferuar që të punoj me një standard meritokratike dhe në ngritjen e strukturave për këto plane, programe dhe strategji të mundshme. Megjithatë, po gjëja gjithkohës për ta lidhur me pyetjen tënde, pjesën e diskriminimit, po e turizmit. Për shembull, nëse ndalemi te turizmi, flasim konkretisht. Sigurisht ne kemi një plan, një program se si duhet dalim nga kjo gjendje. Në radhë parë kemi specifikuar problematikat dhe kemi dhënë padyshim, kemi vendosur ato pikat tona si mund të bëhet. Dhe kryesorja, ose më saktë, zgjidhja kryesore që më sa duket na ka përbashkuar, është çështja në radhë parë e kësaj e pranimit të realitetit, pranimi i realitetit, kërkesa llogarisë së transparencës për të kërkuar dhe zgjidhjen. Sepse në momentin që ne kemi pranuar tashme këtë realitet që kështu veriu, ja ku janë këtu statistikat, dhe statistikat nuk i shpiku nërtila statistikat. Janë raportet e financave vendore, ja 2023, 2024, madje në 2024 në mungojnë fare, në legjë dhe ndibër, transparenca në lidhje me investimet e planifikuara. Si mund të dalë nërtila këtu, ose Gjergji, ose zonjusha gazetarja, gazetar tjerë, të flasin për programe specifike dhe si dalim nga kjo gjënti në aspektin e detajeve, kur në radhë të parë nuk kam një transparencë nga bashkit. Në radhë të dytë të investimeve me tabelat krahasuese çdo viti. Sepse unë mund ta shoh gjendjen të rruga e shtëpisë time atje në fshat. Në Kakarriç e blejmë vetë ne pompën e ujit, banorët nëse nuk ka ujë, Kakarriçi apo Gjadri, por përmend tani këtu një fshatin ku kam lindur, ose diçka tjetër. Pra, në momentin që ne pranojmë realitetin, ne do të nisim edhe aksionet në raport me çdo të drejtë komunitare që preket qoftë edhe të një qytetari apo të një personi, një familje, të një zone e cila kërkon bashkëpunim dhe bashkim. Pra, gjithë fokusi i zgjidhjes së këtyre problemeve ose më saktë propozimeve paraprakisht do të jetë në radhë parë bashkimi në një ide të përbashkët për të drejtën komunitare. Në momentin që qytetarët do të kuptojnë, me ndjenjë gjithë. Kjo është gjendja reale. Pra, e ndjenjë gjithë. Por duhet ta kuptojmë dhe pastaj kemi të drejtë për të kërkuar të gjitha llogarit bazuar mbi ligj. Në finale, ja ku ke numrin e gjyqeve administrative në Bashkinë Shkodër me zotrin që drejton Bashkinë Shkodër, Benet Becin. Janë pafund historia gjyqeve të shumta administrative që kanë ndikuar në pengesa edhe për zhvillimin e investimeve. Si mundet tani të dalim ne dhe të propozojmë diçka për Malsinë e Madhe ose Shkodrën, një bashkëpunim ndoshta të afërt mes banorëve që kanë dhe më afrimitet për banuar aty për një biznes, qoftë për të dhënë idenë, biznesi apo investimi qeveritar edhe vendor, në qoftë se në radhë të parë ti mua ma ke gjendjen konfliktuale administrative të bashkisë me qytetarët. A din sa shpenzimet duhet qytetarëve për të rikuperuar humbje të përditshme në vend që të investojnë aty në lidhje me zonën e tyre, familjen e tyre. Unë them për turizmin e veri e kanë zhvilluar emigrantët që kanë ndërtuar bizneset lokale, restorantet, kullat e bukura që janë kthyer në restorantet dhe këto po motivojnë pikërisht turizmin, turistët e huaj që të vinë në Shqipëri sepse bëhet edhe plani i marketingut nga këta për biznesin e vet, por edhe për zonën dhe dashurinë që kanë. Unë mendoj që më shumë në këtë rast duhet fokusohemi pikërisht
tek ajo se si mundet të vi shqiptari për të investuar. Pra, kjo duhet të jetë për mendimin tim dhe sigurisht edhe mendim i grupit, por e ka dhe mendimet të tjera shtes, që në radhë të parë duhet të ketë një transparencë dhe kërkesë llogarie në mënyrë që të kemi siguri për investim. Sepse unë tani do shkoj aty, jam 30 vjet emigrant, po nuk kam sigurinë juridike. Pra duhet transparenca fillimisht e pastaj plani veprimi dhe investimi. Transparenca, bashkimi për kërkesën e llogarisë, e drejta komunitare për të marrë pjesë të vendimet në lidhje me investimet qoftë dhe publike, dhe sigurisht mos sënimi i të drejtës private që i përket më pas të gjitha të drejtave të tjera që burojnë me frymën e demokracisë. Në qoftë se nuk respektohet e drejta private, atëherë nuk ka demokraci dhe ashtu siç ka dhe ka thjesht një neokomunizëm, të kamufluar komunizmi dhe u kry. Mirë, kjo është një statistikë që më ka rënë në kohët e fundit në Zonja Kumbaro, për shembull, më ka qenë ministri kulturës dhe jam interesuar nga që jam marrë gjithë jetën me artin, kam marrë dhëna nga Ministria e Kulturës që ajo në Mirdit për 15 vjet ka investuar 200.000 euro. Kanë lyë, kanë mermetu pak pallatin e kulturës për artin e kulturën Mirdit, ku Mirdita ka një ansambël mjaft mirë në veri. Ndërsa në Gjirokastër që ai rreth i vogël si Mirdita, ka kalan, ka disa historitë të Verhojës, por edhe Talipash të Pelenës e tjera, siç ka dhe Mirdita historinë e vet, janë investuar 26 milion euro. 26 milion euro me 200.000 euro janë 120 fish, dhe këto janë diferencat më dha. Diferencat jashtëzakonisht më dhaja. Pra këto gjerë se dolëm pikërisht këtu, janë fakte, janë prova që të çojnë më pas tek ajo që ju thoni pra që veri është i diskriminuar? Diskriminim lanë masdoret. Por ka një lajm shumë bukur, do ta jap sot për gjithë qytetarët e Veriut, që kjo ministri Aleja që përfaqëson Veriun Diella, ka deklaruar nëse më hiqen baterit, do të bëj namin, do të bëj lule krejt Veriut. Shpresoj të mos i hiqen baterit, po unë kam shumë besim tek ky kuvëndi i Veriut, se është i pari dhe sigurisht nuk do t'jeti fundit edhe do t'eci mëtej. Zoti Genc, ju në fakt thatë pak në fillim që marrë telefonata, marrë mesazhe, po si u prit në diaspor ky kuvendi i Veriut? Atëherë para se shkem se si u prit në diaspor, unë ndesha të bëj një sqarim për kuvendin e Veriut. Përshëndes vëllezërit e Jugut, edhe dua t'i falenderoj ata që na kanë mbështetur, por dua të sqaroj për ata që na kanë paragjykuar se kuvendi i Veriut nuk ka asnjë gjë kundra Jugut. Nga cila qytete nga Jugu ishin? Kanë ardhur nga Fieri Biles, ka ardhur nga Fieri dhe po falenderoj me emër zotin Kristal Gziu, se ka ardhur ka bë edhe dekorimin e kuvendit, që ishte diçka madhështore, që na dha një emocion të bukur në kohën kur hidheshin gur që thonin njerëzit se po ndajeni me Jugun, ata vëllezër erdhën, bën dekoracionin. Pra dhe ata ndajnë të njëjtin mendim që Veriu po diskriminohet, është diskriminuar? Absolutisht. Unë desha të them, jo te mendimi se si çfarë mendimi ndajnë ata. Unë desha të them që ne nuk jemi kundër atyre, se diskriminimi jon nuk është faj vëllezërve nga Jugu, por është i qeveritarëve. Pra i përshëndes çdo njeri, çdo vëlla motër, çdo nan, çdo gjyshe, çdo fëmijë nga Jugu, duke i uruar gjithë të mirat, edhe ata janë për të diskriminuar në një farë forme. Ne e pam ngjarjen e Vlorës, kur dikujt ishte shem shtëpia ka 5 vjet dhe nuk ishte marrë asë dëm shpërblim asnjë gjë. Shqipëria është një katrahur, nuk ka ligj, por ne, besoj si veri, jemi pak më të diskriminuar, edhe ne si grup organizator nuk e kemi potencialin, nuk e kemi mundësinë që ta bënim një kuvend kombëtar që bashim gjithë bashkë. Pra, kjo nuk është një ndarje, nuk është për shkuar kundër Jugut, ne Jug e Veri jemi një. Ne kemi martuar motat atje, ata kanë martuar motat tek ne, nipat janë asane, askne edhe mbesat, kështu që Shqipëria ngjelet një, Jug dhe Veri. Ju lutem, e di se nuk na ke kuptoni, por njerëzit mundohen të dërgojnë propagandën aty që edhe ata të keskuptohen ndoshta. Kam marrë mesazhe nga gjitha pjesët dhe rrethet e Jugut, mesazhe falënderimi, mesazhe mbështetje dhe madje na presin që të shkojnë edhe atje të bëjnë ndonjë kuvend. Zoti Gjergj, se po flasim. Tani diaspora, se si e pret diaspora. Diaspora ishte pjesa më e madhe organizuese, vetëm nga Londra. Kënë qanë mbi 10 vetë që kanë arë nga Londra në mbështetje të kuvendit Veriut. Një tjetër nga Durrësi, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e përshëndes Biles, erdhi në kuvend
u takum edhe shpreh mbështetjen e tij. Kanë ardhur nga Gjermania, kanë ardhur nga Greqia, kanë ardhur nga Italia, pra për atë vend, për herën e parë, kanë ardhur mjaftueshëm nga diaspora, edhe tani po më shkruajnë çdo moment nga diaspora që jemi me ju. Për te skepticizmit që njerëzit kishin se nuk e dishin në të vërtetë kush çihet pas këtij kuvendi, pastaj ata na pan ne, ata pan kuvendin edhe arritën në konkluzionin se ky kuvend e duhet mbështetur, edhe unë i falenderoj pa mas, i pres që t'jenë banë pjesë e jona. Jo pjesë fasad, po t'kenë fjallën e tyre që mendimet e gjithë bashkë të nxjerrin mendimin më të mirë, edhe ne të përcaktojmë të ardhmen, në të ardhmen se si do të procedojmë. Sigurisht, është e rëndësishme edhe mbështetja e diasporës. Çfarë mund bëjnë më shumë në këto nisma, në këto organizime shqiptarët e diasporës? Pra, si mund të mbështesin, përveç se me prezencën e tyre dhe me idetë e tyre? Jemi kuvendi i Veriut, ne do ta kundërshtojmë këtë qeveri dhe çdo qeveri që tjetë, që punon kundra interesave të vendit, por ne nuk do ta kundërshtojmë me armë, nuk do ta kundërshtojmë me dhunë, do ta kundërshtojmë në përputhje me ligjet e shtetit shqiptar, me konstitutën shqiptare dhe me të drejtat që ne na jep demokracia. Kështu që mos na, se ne nga qemi Veriu, na shpinë dhe malokë dhe thonë, çfarë do bëjnë ta? Do të kapin hujt? Jo, ne do të bëjmë. Ne do bëjmë kuvende pra, do bëjmë kuvende, do diskutojmë dhe do nxjerrim përfundimet tona, zoti Gjergj. Urdhro, po. Diaspora është një pjesë e bashkume e kombit shqiptar, sepse konkretisht në Stuttgart, po edhe në Itali, unë kam jetu 15 vjet në Itali, tash 14 vjet jam në Stuttgart. Njerëzit janë të bashkuar si të Kosovës, si të Maqedonisë, si të Shqipërisë. Fëmijët që unë kam aty rreth 200 fëmijë, ato janë më shumë të Kosovës, por ka të Shqipërisë, ka të Maqedonisë, ka të Molezi. Pra ne jemi të bashkuar, por ne jemi shumë të interesuar që gjanat në vendin tonë, si në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, të shkojnë mirë ma mirë dhe jo të ngelen në një stad shumë të ullët, sa njerëzit të vazhdojnë të mendojnë që ne duhem vetëm të hikim nga ky vend. Kjo, ne kemi hik në momentet saktuara dhe ne, s'unë të akuzoj t'i kanë që po hik. Por unë akuzoj se unë hika kur Shqipëria ishte në luftë civile, në 97 dhe u bën një luftë civile, u bën atë që e dim, na që e din gjithë, dhe ne pam vetëm... Mos përsëriten më episodet e tilla. Mos përsëriten më këto episode, ne jemi të bashkuar. Llogaritë e tij në kuvendin e Veriut, na kanë ardhur përfaqësues të Shkupit, pluginës Preshevës, nga Kosova, nga shumë troje, por dhe përfaqësues të Kosovës që jetojnë nëpër diasporë, dhe kjo është e gjë shumë e bukur. Tash vinë nga emigrantët me pushu në veri, nuk kanë dot, sepse të këtos Kosovës prej gjuhën, se prej shumë gjanëve, shpesh ju pëlqen me unal në lejsh. Si vjetë më kanë thanë, kemi qenë të dyru me rukëtu tjetër ku, no me hikë Greqi, me rukëtu për jukë, sepse s'pushoshim dot në Shëngjin dhe në Velipoj. Duhet t'ja u kryojmë kushtet, shteti me investime jo shumë të mëdhaja, po të mesme, t'ja u kryojë kushtet, sepse unë kam gjuhë kryeministrin, që ka thënë që kur vje puna në Tiranë dhe në Durrës se në disa vende tjera, ka projekte nga më të ndryshme dhe bile merren projektuesit më të mëdhenj të Europës, blihen me 15-20 milion për të bërë një projekt madh. Ndërsa kur flitte një ditë për Veriun, thotë na mungojnë projektet nga Veriu. Po pse mor ky kryeminist s'ka ndorë me i bë këtë projekte për Veriun? Jo, thjesht nuk bën shpërndarjen e drejtë të projekteve dhe minimizon Nerdila, kujt ja keni nisur ju këto kërkesa? Pra, i keni drejtuar diku, keni marrë një përgjigje, cilat janë planet që do të ndiqni më tej? Jo, deri në këto momente në formë zyrtare, po themi të dokumentuar, shkresore, nuk e kemi bërë akoma. Përpos të reagimeve publike që kanë legjitimon të drejten për ta kërkuar këtë zgjidhjen e diçkaje ose një problematike. Ky është momenti kur ajo fryma që kryesisht e erdhi nga element nga diaspora të jetë pra ajo, le të themi ajo, falni, edhe për judhen gripale, të jetë ai momenti për tu shkundur manteli transparencës. Sepse unë si qytetar e këtij vendi, se shteti është i imi, nuk është i qeverisë shteti. Shteti është i imi i qytetarit, edhe i kryeministrit së shteta si këtij vendi, edhe është i barabartë, shteti është i barabartë. Dhe ky është momenti ku duhet, sigurisht, çfarë do lloj pyetje ta kem mbi ligjin e drejtës së informacionit, duhet më jepet informacion real, sepse nëse ti nuk më jep si institucion
informacion real. Cilit institucion do t'ja dërgoni fillimisht kërkesat tuaja? Me thënë të drejtën, nuk preferoj që në këto momente të jap një përgjigje, mund të them se çfarë mund të propozoj deri diku unë personalisht brenda grupit, sepse ne flasim në emër të grupit. Pra ne deri tani jemi grup. I kemi të qarta cilat janë kërkesat tona specifike si fillim, por për të zyrtarizuar unë duhet flas edhe këtu tani në formë zyrtare për pikat dhe dua të kem kombinimin e gjithë kolegëve dhe qytetarëve të cilët na kanë përfshirë në kërkesat e tyre në ditën e kuvendit, çfarë duan për shumë të arsimi, te kjo, te ajo zotëria nga Puka, por që kanë ca opsione shumë të mira për të kërkuar për të bërë disa kërkesa për çështjen e mësuesve. Pra, objektivisht ne duhet të zyrtarizojmë këtë për të shkuar në formë shkresore. Pastaj më vonë vijim, duke patur mbështetjen e medias, të cilën sigurisht nuk e kemi as çështje ulje si e kanë shumë, apo çështje modestie, ne kemi nevojë për median, për të gjitha mediat kemi nevojë, sepse kanë nevojë qytetarë, ne jemi qytetarë. Për ngritur zërin. Dhe në qoftë se institucioni më jep një statistikë të gabuar ose më fshet diçka, edhe unë gaboj se ndihmoj dot shtetin tim, edhe nëse dua. Nëse dua tani të shkoj te kryeministri, të them, "Okej, rrim këtu edhe nuk po çoj në kuptimin banal zërin e zgjita, por ma jep reale një statistik, sepse mua më duhet të merrem me këtë zonën time që e njoh më mirë në aspektin e vullnetit, solidarizimit dhe bashkëpunimit komunitar, jo në aspektin e pozicioneve, se gjërat marrin fund pastaj. Dhe nëse më gënjen për investimin, unë atëherë nuk kam çat kërkoj as ty, s'di as ta kërkoj ty të drejtën time. Dhe pra, du të dalim nga kjo dhe pastaj të zyrtarizojmë kërkesat. Edhe gjërat e tjera më tutje. Nertila, faleminderit që ishe me mua në studio, zoti Gjergj, faleminderit kënaqësi. Zoti Genci, faleminderit që na u bashkove drejt për drejt nga Londra. Unë ju uroj shumë suksese dhe uroj shumë që ky kuvend të arrijë qëllimin e tij dhe të ketë atë zërin lart për gjitha shqetësimet e qytetarëve. Ishte kënaqësi t'ju kisha. Unë nëse me lejoni. Një fjali shkurt se jemi në fund. Dua t'ju falenderoj ju si gazetare për qëndrimin korrekt në këtë intervistë dhe ju falenderoj jashtë masë. Faleminderit.